Të dashur miq dhe bashkëkohëtar të lirisë. Situata që po kalojmë nuk është thjesht një krizë politike, por është një krizë shprehse që prek çdo familje shqiptare. Mbi gjitha sot dua t'u drejtohem të rinjve. Është e dhimbshme të shohësh se si djemtë dhe vajzat më të zotë të këtij vendi e shohin të ardhmen e tyre vetëm si një biletë avioni ose si një gomone dëshpërimi. Një rini që nuk ka punë pa librez partie është rini e vjedhur. Një rini që nuk dëgjohet është një kom pa zë. Pas 12 viteve në pushtet, kjo qeveri nuk ka më asnjë alibi. Justifikimet e tyre nuk pinë më ujë. Kanë shkatruar arsimin, duke e kthyer shkollën nga një vend dijesh në një fole emigrimi. Kanë rënuar shëndetësinë, ku propaganda falas u shndërrua në koston më të lartë që paguajnë qytetarët me jetën dhe xhepin e tyre. Kjo qeverisje nuk ka më asnjë pikë morali, duke u fshehur pas 2 standardeve. E paaft për të konkuruar me politika mirëqeverisje, kjo majorancë zgjodhi një rrugë tjetër të rrezikshme. Përdorimin e drejtësisë për të goditur kundërshtarët e saj politik. Kur pushteti nuk fiton dot me votë dhe me ide, ai tenton të asgjësojë opozitën përmes presioneve juridike. Por sot, maska e moralit të tyre është qerë përfundimisht. Koha e sovranit është sot. Njerëzit e kanë kuptuar tashmë se kjo qeverisje jo vetëm që shkatroi ekonominë dhe largoi shqiptarët, por tentoi të shkatrojë dhe familjen shqiptare, bërthamën e shoqërisë sonë. Protesta e madhe e 24 janarit tregoi qartë se shqiptarët e dinë se kush është sovrani i vërtet në vend. Testi i së vërtetës sot, bashkimi me opozitën, nuk është thjesht një zgjedhje partijake. Është testimi i vërtetimit për çdo që thotë se është kundër kësaj qeverie. Është vija ndarëse mes atyre që duan të mbajnë Shqipërinë peng dhe atyre që duan t'ju kthejnë atë shqiptarëve. Nga kjo foltore dua të bëj një thirrje për të gjithë ata që duan një Shqipëri ku rrugët nuk bllokohen nga dështimi dhe ku rinia nuk ikën nga dëshpërimi. Le të bëhemi bashkë për Shqipërinë e shqiptarëve, poshtë diktatura moderne. Faleminderit.